Të gjithë njerëzit e kanë obligim të besojnë Kur'an dhe të besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Walladhi nafsu Muhammedin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun." Do të thonë pashat në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Secili person nga ky ummet, do të thonë nga popull, nga njerëzimi që është nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe deri në ditën e gjykimit, secili që dëgjon për mua, qoftë ai jahudi ose krishter, do të thonë edhe nëse gjendet një që është në fenë e saktë të Musait ose në fenë e saktë të Isait alayhis salam, dhe dëgjon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, "Walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Dhe pastaj nuk i beson asaj me të cilën jam dërguar unë, pra nuk beson në Kur'an, atëherë ai do të jetë prej banorëve të xhehenemit.